Pacha me ju o vëllezër dhe motra, gëzuar festin ishin Jozefi. Dhe kjo fest është një test për ne që të perkujtojmë që Zoti me të vërtet është besnik. Në leximet që kemi në liturgjinë e fjalës të ditës së sotme është refreni i psalmit që Zoti është besnik. Që ka qenë besnik ndaj Abrahamit, që kishte premtuar që në pasardhësinë e tij ai kishte me beku krejt botën. Edhe pasardhësia e tij është Krishti, Jezusi. Edhe hyi kishte premtuar Davidit, një pinjoll prej teje do të rinefron për gjithmonë. Pinjolli i Davidit është Krishti që mbretëron për amshim. Edhe ai nëpërmjet të cilit Krishti është i lidhur me patriarkët është Shën Jozefi. Jozefi hyi i ka dhënë detyrën që të jap emrin Jezusi, do me thënë që të jetë me të vërtet babë për Jezusin, babë toksor. Jezusi ka lindur prej Shpirtit Shenjtë, nuk është fara e Jozefit, por Jozefi në të gjitha gjanat të tjera ka qenë me të vërtet babi toksor i Jezusit. Nga ana e ligjit, ai i jep, ai e lidh me patriarkët. Dhe Jozefi që ka eksperimentuar në jetën e vet, edhe në historinë e popullit të vet, që Zoti është besnik, ai do të mësoj edhe që ka mundësi me besu krejtësisht fjalëve të Zotit, që ka mundësi me dorëzu jetën e vet hyjit, sepse hyi është besnik. Ai kishte pas një plan në mendjen e vet, qa me ba të fejuarën e vet, por Zoti ka shndërruar planet e tia, edhe ka marrë Marin, do me thënë realitetin ashtu si që ishte, edhe fëmin e vet, Jezusin. Sepse Zoti është besnik, edhe është njeftes që të gjithë ne me ndimen edhe me ndërmjetësinë e Shën Jozefit të hyjmë në historinë tonë. E këto ngjarje që ne nuk kuptojnë, që nuk na pëlqejnë. Si atje do të takojmë Krishtin që shpëton edhe besnikërinë e Zotit. Që lëvdu Krishti.